Jam një djalë 33 vjeç, çfarë sure duhet mësoj për të fejuar? Hap syt, gjejna i gocë, të mirë, e fejo, se 33 vjeç je vonë. Jo shumë vonë, po je goxha vonë. Kështu që uli pak parametrat e kërkesave, uli pak ato kërkesat që ke, boj pak më të buta. Pra nëse e ke thonë për shembull me veten tate duhet të jetë hafize Kurani, pranoj edhe po si hafize. Nëse ke thonë me veten tate nuk martohem për shembull vetëm se me ku dëgjon, me një gocë të ketë parë, makinë, shtëpi, ule hiqe kët. Thuaj vetëm të jetë besimtare e mirë, e devotshme, përshtatet me njëri tjetrin, edhe më shoj se je 33 vjeç. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, mesatarja e ummetit tim është 60-70, kështu që ti e ke kaluar gjysmën normik.